Alba pasë limit nërheshtje, një mëngjes i gjatë indiferencë që flet më fort se fjalët në Big Brother Kosova. Mëngjeset në shtëpinë e Big Brother Kosova zakonisht janë të ngadalta, të përgjumura dhe të mbushura me rutina të përsëritura. Por ky mëngjes ishte ndryshe. Që në orët e para se shumica e banorëve të zgjoheshin plotësisht, një dinamike e çuditshme kishte filluar të merrte formë. Alba nuk po i ndahej limit, që në momentin kur ai u ngrit nga krevati, Alba ishte aty. Jo me fjalë të mëdha, jo me skena, por me prani të vazhdueshme. Një prani që nuk bërtiste, por që ndihej. Ajo ecte pas tij, i rinte afër, i qëndronte pas shpine. Sikur të donte të ishte gjithmonë në fushën e tij të shikimit, por Lim nuk reagonte, kafeja që nuk u pa. Alba shkoi në kuzhinë me një qetësi të studiuar. Mori filxhanin, përgatiti kafen, e rregulloi me kujdes. Nuk ishte thjesht një kafe, ishte një gest, një sinjal, një tentativë për afrim. Ajo e dinte që kamera po xhironte, por më shumë se kaq, ajo e dinte që Lim po e shite. Ajo ja çoi kafen, me një buzëqeshje të lehtë, pa e egzageruar. Ja, e bëra kafen, i tha but. Lim e mori filxhanin. Ose më saktë, e mori pa e marrë. Një faleminderit i thatë, pa kontakt sysh, pa asnjë shenjë afrimi. Ai vazhdoi të shikonte përpara. Sikur Alba të ishte thjesht pjesë e mobilimit të shtëpisë, kjo ishte goditja e parë. Indiferenca që djeg në Big Brother, indiferenca është më e fortë se refuzimi. Dhe Lim po e përdorte atë në mënyrën më të pastër të mundshme. Ai nuk e largoi Albën, nuk e ofendoi, nuk i foli ashpër. Ai thjesht nuk i dha asnjë reagim emocional. Alba qëndronte aty. I rrite pas në kuzhinë, në obor, në dhomën e ndenjes. Çdo lëvizje e tij shoqërohej nga prania e saj. Ajo përpiqej të futej në bisedë, të kapte një shikim, një reagim të vogël. Por Lim vazhdonte i njëjti, i ftohtë, i qetë, i mbyllur. Banorët e tjerë filluan ta vërenin. Apo e shihni si po sillet Lim? Pëshpëriste njëra nga vajzat. Po Alba po i rri gjithë kohën mbrapa. Ai as që po e sheh, shtonte tjetra. Alba, këmbëngulje apo dobësi, për Albën, kjo nuk ishte thjesht këmbëngulje. Ishte një luftë emocionale e heshtur. Ajo nuk po bënte skena, nuk po kërkonte vëmendje me zë të lartë. Por çdo hap i saj tregonte se ajo nuk donte të dorëzohej. Në fytyrën e saj shihej një përzierje ndjenjash, shpresë që Lim do të zbutet, nervozizëm që po injorohej, krenari që po lëndohej dhe një lloj frike se po dukej e tepërt, por ajo vazhdonte. I rrite pas. I sillte gjëra. I fliste, edhe kur ai nuk përgjigjej. Llojime, kontroll i ftohtë nga ana tjetër. Lim po jepte një leksion të heshtur se si kontrollohet situata pa asnjë fjalë. Ai nuk po i jepte Albës as shpresë, as refuzim të drejtë për drejtë. Vetëm neutralitet. Vetëm distancë. Ai e dinte që çdo reagim do të interpretohej, një buzëqeshje do të quhej sinjal, një shikim do të quhej afrim, një fjalë e butë do të quhej rikthim, prandaj zgjodhi heshtjen, dhe kjo heshtje po e çmente jo vetëm Albën, por edhe shtëpinë. Shtëpia në tension, banorët e tjerë filluan të ndaheshin në mendime. Disa e shihnin Albën si të lënduar dhe këmbëngulse. Të tjerë mendonin se ajo po e ulte veten, po pse nuk e lë rehat? Po Lim pse sillet kaq i ftohtë? Kjo po bëhet e sikletshme. Atmosfera në shtëpi ndryshoi. Një mëngjes që duhej të ishte i qetë, u kthye në një skenë psikologjike, ku çdo lëvizje analizohej, një betejë pa fitues. Kjo situatë nuk kishte fitues. Alba po lodhej emocionalisht. Lim po mbante distancën, por po krijonte tension. Shtëpia po mbushej me siklet dhe hamendësime, kafeja u ftohë. Bisedat u shuan. Kamera vazhdonte të xhironte, dhe mes gjithë kësaj, një pyetje mbetej pezull: a do të vazhdoj Alba të këmbëngul, a do të thyej Lim heshtjen e tij, apo kjo indiferencë do ta shtyjë Albën drejt shpërthimit, përfundim. Mëngjesi ku Alba nuk ju nda Limit. I rrite pas dhe i bëri kafen, ndërsa ai qëndroi totalisht indiferent. Ishte një nga momentet më të forta psikologjikisht në Big Brother Kosova, sepse ndonjëherë nuk janë fjalët që lëndojnë, nuk janë refuzimet që djegin, por heshtja dhe indiferenca, dhe ky mëngjes tregoi qartë se në këtë shtëpi, loja më e fortë është ajo emocionale.